Ajo e kaloi jetën duke shërbyer në heshtje, pa kërkuar kur asgjë. Kur më në fund pati mundësinë të pushonte, u prit me ftohtësi. Pak nga pak, prania e saj u bë bezdi dhe kujdesi u kthye në neglizhencë. Por një veprim i thjeshtë guximi filloi të ndryshonte gjithçka. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Zonja Tefta kur nuk e kishte imagjinuar se një ditë do të jetonte në një apartament me pamje nga liçeni, në zonën e liçenit artificial në Tiranë. Gjithë jetën e kishte kaluar në shtëpitë e të tjerëve, duke u shërbyer familjeve që mezi ja dinin emrin e plodh. Tefta Hoxha, e lindur dhe e rritur në periferi të kombinatit, mësoi që fëmijë se vendi i saj ishte në oborin e pasëm, në kuzhinë, në dhomat e shërbëtorëve pa dritare. Mësoi të ecte me kokën ulur, të fliste me zë të ulët, të zinte sa më pak hapësirë të ishte e mundur. E ëma, gjithashtu shërbyese, i thoshte gjithmonë se njerëz si ato nuk duhej të hapnin telashe, nuk duhej të ankoheshin. Duhej të ishin mirënjohëse për bukën e gojës dhe për rrobat e lara që u jepnin si dhuratë. Në moshën 22 vjeçare, Tefta u martua me Gëzimin, një burr i thjeshtë që punonte si ndihmës murator. Ai ishte i mirë, punëtor, por jeta nuk u dha kohë të ndërtonin shumë gjëra bashkë. 3 vjet pas martese, Gëzimi pati një problem në zemër gjatë punës në një kantier ndërtimi dhe nuk mbijetoi. E la Teftën shtatzën 6 muajshe dhe pa asgjë tjetër veç disa kursimeve të ruajtura në një kuti metalike biskotash. Djali lindi i fortë, i shëndetshëm, dhe ajo vendosi se do të bënte gjithçka që ai të kishte një jetë ndryshe. E pagëzoi Artan për nder të pronarit të shtëpisë së fundit ku punoi, një burr që e kishte trajtuar gjithmonë me respekt. Artani u rrit duke parë të ëmën të dilte në agim dhe të kthehej natën, e lodhur, me duart e vrara nga fërkimi i tenxhereve dhe dyshemeve. Ajo lante uniformat e të tjerëve gjatë ditës dhe qepte natën për t'i paguar studimet në një shkollë modeste private. Kur nuk e la të mungonte asgjë. Ushqim i thjeshtë, por gjithmonë kishte. Rroba të pastra, gjithmonë të hekurosura. Fletore të reja në fillim të vitit shkollor. Tefta e ktheu gjithë jetën e saj në një akt të vazhdueshëm sakrifice të heshtur. Nuk ankohej, nuk çante para të birit. I mbante të gjitha brenda vetes, sikur dhimbja të ishte një barë që vetëm ajo duhej ta mbante. Artani ishte gjithmonë një djalë i zellshëm. Studionte me vendosmëri, donte të dilte nga ajo jetë e vështirë. Fitoi konkursin për administrim biznesi në një universitet shtetëror dhe vite më vonë gjeti një punë në një kompani të madhe konsulence. U ngrit shpejt në detyrë. Kishte talent, ambicie dhe një uri për të fituar që i vinte nga që kishte parë të ëmën të përkulej gjithë jetën. Në moshën 35 vjeçare, Artani ishte tashmë menaxher, jetonte vetëm në një apartament të vogël por komod në komunën e Parisit dhe kishte filluar të frekuentonte ambiente që Tefta i njihte vetëm nga larg. Kur pastronte dhomat e ngrënies së zonjave të shtëpisë. Ishte në një nga këto ambiente që ai njohu Elirën. Ajo punonte në departamentin e financës të një kompanie tjetër, por frekuentonte të njëjtat evente biznesi. Elira ishte e bukur, elegante, kishte një mënyrë të prerë të foluri dhe një prani që dominonte çdo sallë. Vinte nga një familje e shtresës së mesme të lartë të bllokut, kishte studiuar në kolegj privat, kishte bërë fakultet jashtë vendit. Ishte gjithçka që Artani mendonte se përfaqësonte suksesin. Ata filluan të dilnin dhe, më pak se një vit më vonë, u martuan në një ceremoni diskrete por të sofistikuar në një restorant me pamje nga liçeni artificial i Tiranës. Tefta shkoi në dasmë e veshur me një kostum që ja kishte qepur fqinja. U ul në një tavolinë në fund, e qetë, duke u buzëqeshur njerëzve që kalonin pa e parë. Artani ishte rrezatues, por i largët. Elira ishte e sjellshme, formale, por Tefta ndjeu diçka të çuditshme në atë vështrim. Një ftohtësi e maskuar si simpati. Një gjykim i heshtur për gjithçka që ajo përfaqësonte. Por nuk tha asgjë. Kur nuk thoshte. Në fund të fundit, i biri ishte i lumtur dhe kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Vitet e para të martesës kaluan pa kontakte të mëdha. Artani e vizitonte të ëmën her pas here, gjithmonë me nxitim, gjithmonë në vrap. I çonte ca para, e pyeste nëse ishte mirë dhe ikte. Tefta vazhdonte të punonte, tani me më shumë vështirësi. Këmbët i dhimbnin, duart i dridheshin kur mbante objekte të rënda. Por ajo nuk ankohej. Kishte frikë se mos bëhej barë.
Frikë se mos i priste punë të birit që ishte munduar aq shumë për të fituar në jetë. Ishte zonja Drita, pronarja e shtëpisë ku punonte prej vitesh, ajo që e vuri re e para. Teftës i ra të fikët në kuzhinë ndërsa përgatiste drekën. Kur u përmend, ishte në spital. Mjekët folën për tension të lartë, për anemi, për raskapitje ekstreme. I rekomanduan ushqim më të mirë, ndjekje mjekësore. Zonja Drita i telefonoi Artanit, e shqetësuar. I tha se Tefta nuk mund të punonte më në atë mënyrë, se kishte nevojë për kujdes. Artani u trondi. Kur nuk ishte ndalur të mendonte për shëndetin e së-ës. Ajo gjithmonë i ishte dukur e pathyeshme, gjithmonë aty, gjithmonë e gatshme. Bisedoi me Elirën dhe ajo, me atë tonin e prerë dhe praktik që ai e admironte, i tha se zgjidhja ishte e thjeshtë. Sapo kishin bler një apartament më të madh pranë liçenit, me 3 dhoma gjumi, me pamje nga uji. Njëra nga dhomat mund të ishte për të ëmën. Kështu ajo do të ishte afër, e mirë kujdesur, dhe Artani mund ta ndiqte nga afër shëndetin e saj. Tefta hezitoi në fillim. Nuk donte të hapte telashe, nuk donte t'i prishte punë martesës së të birit. Por Artani këmbënguli aq shumë, me aq bindje se ishte gjëja e duhur për t'u bërë, saqë ajo më në fund pranoi. Mblodhi gjërat e saj të pakta në 2 valixhe të vjetra dhe u transferua në apartamentin pranë liçenit, një vend që dukej si i dal nga revistat, me dysheme mermeri, mobilje firmato, piktura abstrakte në mure dhe një pamje që të linte pa frym. Ditët e para, Tefta ecte nëpër apartament sikur të ishte vizitore. Kishte frikë të prekte gjërat, frikë se mos thyente diçka, frikë se mos bënte pis. Elira i tregoi dhomën që do të ishte e saja, një hapësirë e bukur, por e ftohtë. Gjithçka shumë e bardhë, shumë e pastër, shumë jo personale. Nuk kishte fotografi, nuk kishte ngrohtësi. Vetëm një krevat, një dollap dhe një dritare që shikonte nga korridori i shërbimit. Tefta. Falenderoi me zë të ulët dhe i vendosi gjërat e saj në heshtje. Rutina filloi të vendosej. Artani dilte herët për në punë dhe kthehej vonë. Edhe Elira punonte, por kishte orare më fleksibël. Vinte e ikte në momente të ndryshme, gjithmonë shumë e zënë, gjithmonë në telefon, gjithmonë e përfshirë në angazhime. Mimoza, shërbyesja që punonte në shtëpi prej 4 vitesh, u bë shoqëria më e vazhdueshme e Teftës. Mimoza ishte një grua rreth të 40-tave, e ardhur nga një qytet i vogël në Dibër. Kishte 3 fëmijë që i rriste vetëm dhe u dërgonte para çdo muaj. Punonte nga e hëna në të shtunë, nga ora 8 e mëngjesit deri në 5 të pasdites dhe njihte çdo detaj të asaj shtëpie. Njihte gjithashtu çdo nuancë në sjelljen e Elirës. E dinte kur ajo ishte e kënaqur dhe kur ishte e irrituar, megjithse irritimi i saj nuk shprehej kurrë me britma apo përplasje dyersh. Shprehej me heshtje të zgjatura, vështrime therse dhe një ftohtësi që ngrinte ambientin. Ditët e para, Elira ishte e përzemërt me Teftën, por gjithmonë me një distancë të llogaritur. E pyeste nëse ishte mirë, nëse kishte nevojë për diçka, por kur nuk priste vërtet për një përgjigje. Ishte sikur prania e Teftës të ishte një marrëveshje e nevojshme, por e papërshtatshme. Ajo e riorganizoi rutinën e shtëpisë me saktësi ushtarake. Tefta duhej ta hante mëngjesin në dhomë, për të mos penguar rrëmujën e mëngjesit. Dreka do të shërbejej në kuzhinë, pasi dhoma e ngrënies përdorej për gjëra të tjera. Dhe darka, Artani pothuajse kur nuk ishte në shtëpi për darkë, kështu që nuk kishte rëndësi. Mimoza i vuri re ndryshimet delikate. Më parë, ajo vetë hante në kuzhinë, por tani e ndante hapësirën me zonjën Tefta. Vuri re gjithashtu se racionet që Elira kërkonte t'i shërbeheshin vjerrës ishin të vogla, jo proporcionale. Një frut, një copë bukë, një filxhan çaj pa sheqer. Kur Mimoza u përpoq t'i shërbente më shumë, Elira ndërhyri me një buzëqeshje të akull dhe tha se zonja Tefta ishte në dietë, se mjeku i kishte rekomanduar kontroll ushqimor për shkak të tensionit të lartë. Por Mimoza dinte ta njihte gënjeshtrën e maskuar si kujdes. Kishte punuar në shumë shtëpi, kishte parë shumë dinamika familjare, dhe ai nuk ishte kujdes. Ishte kontroll. Ishte një mënyrë delikate për ta bërë dikë të zhdukej pa e vënë re askush. Qëndroi e heshtur, por filloi të vëzhgonte më me vëmendje. Tefta, nga ana e saj, pranonte gjithçka pa pyetur. Ishte mësuar të hante pak, të falenderonte për atë që i ofronin. Mendonte se ndoshta ishte vërtet më mirë të hante më pak, se ndoshta po rëndonte në rutinën e shtëpisë. Filloi të dilte gjithnjë e më pak nga dhoma.
Kalonte orë të tëra duke parë nga dritarja e ngushtë që shikonte nga korridori, duke parë lëvizjet e Mimozës me rrobat e lara, duke dëgjuar zhurmën e mbytur të televizorit në sallon. Kur Artani arrinte natën, Elira transformohej. Bëhej e vëmendshme, e gatshme për të ndihmuar. E pyeste se si e kishte kaluar ditën zonja Tefta, nëse kishte ngrënë mirë, nëse ishte rehat. Artani, i raskapitur nga puna, besonte plotësisht. Mendonte se ëma po kujdesej mirë, se Elira po bënte një përpjekje të admirueshme. Në fund të fundit, nuk ishte e lehtë të kishe vjerën që jetonte në të njëjtën shtëpi. Ai e falenderonte gruan, e lavdëronte për durimin e saj dhe Elira buzëqeshte, e kënaqur. Por natën, kur Artani flinte, Elira nuk buzëqeshte. Shikonte dhomën e Teftës me një përzierje për buzjeje dhe padurimi, sikur prania e asaj gruaje të ishte një njollë në jetën e saj të organizuar në mënyrë perfekte. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Javët kalonin dhe Tefta filloi të ndiej gjithnjë e më e dobët. Zgjohej e lodhur edhe pas një nate të tërë gjumi. Këmbët i dridheshin kur përpiqej të ngrihej dhe një marramendje e vazhdueshme e shoqëronte gjatë ditës. U përpoq të fliste me Artanin disa herë, por ai ishte gjithmonë aq i zënë, gjithmonë aq i zhytur në tabela dhe mbledhje, saqë ajo nuk donte të ishte një problem më shumë në listën e tij. Kështu që i mbante të gjitha për vete, si gjithmonë. Elira e vuri re brishtësinë në rritje të Teftës, por në vend që të tregonte shqetësim, thjesht e rregulloi edhe më shumë rutinën. Vaktet u bën edhe më të vogla. Çaji i mëngjesit filloi të shërbejë i vakët, pa asgjë për ta shoqëruar. Dreka ishte një supë e hollë, pa përmbajtje. Darka, kur kishte, ishte një frut i shtypur dhe një gotë ujë. Elira thoshte se ishte më e mira për tretjen e dikujt të moshës së saj, se ushqimi i rënd bënte keq, se ishte e rëndësishme të mbahej stomaku i lehtë. Mimoza e shite gjithçka me zemër të thyrë. E shite zonjën Tefta të dobësohej me sy të lirë, lëkura duke ju bërë gjithnjë e më e zbetë, sytë duke humbur shkëlqimin. Një mëngjes, ndërsa rregullonte kuzhinën, Mimoza vendosi të rrezikonte. Përgatiti një bukë me gjalp, një kafe me qumësht të ngrohtë dhe një fet bujare revani që e kishte bërë një ditë më parë. I vendosi të gjitha në një tabaka dhe ja çoi në dhomë Teftës. Zonja Tefta e shikoi atë ushqim me sy të përlotur. Kishte kaq shumë kohë që nuk shite një mëngjes të vërtetë, që nuk ndjente erën e bukës së freskët. Mimoza u ul në cep të krevatit dhe i tha me zë të ulët se duhej të hante, se ishte shumë e dobët, se kjo nuk ishte e drejtë. Tefta i kapi dorën Mimozës dhe e falenderoi me zërin që i dridhej. Filloi të hante ngadalë, duke shijuar çdo kafshat sikur të ishte ushqimi më i çmuar. Por Elira kishte sy dhe vesh në çdo cep të asaj shtëpie. Hyri në dhomë pa trokitur, me atë buzëqeshjen e kontrolluar që kur nuk i arrinte në sy. Shikoi tabakan, pastaj Mimozën dhe i tha me një zë të butë, por therrës se nuk duhej ta bënte këtë. Se zonja Tefta kishte kufizime ushqimore, se mjeku kishte qenë shumë i qartë për dietën dhe se Mimoza, megjithse me qëllim të mirë, po i vinte në rrezik shëndetin vjerrës. Mimoza ndjeu gjakun t'i ngri. E dinte se nuk kishte asnjë mjek, e dinte se nuk kishte asnjë dietë. Por gjithashtu e dinte se Elira kishte fuqinë ta pushonte nga puna me një kërcitje gishtash, dhe ajo nuk mund ta humbiste atë punë. Kishte fatura për të paguar, fëmijë për të ushqyer, një jetë të tërë që vari nga ajo rrogë. Uli kokën, kërkoi falje dhe doli nga dhoma me tabakan për gjysmë. Tefta mbeti vetëm, duke parë derën e mbyllur. Ndjeu një trishtim të thellë t'i pushtonte gjoksin. Nuk ishte zemërim, nuk ishte revolt. Ishte një trishtim i butë, i dorëzuar, i dikujt që nuk pret më asgjë nga jeta. U shtri përsëri dhe mbylli syt, duke ndjerë stomakun që i kërciste nga uria. Ditët zvarriteshin me një monotoni mizore. Tefta kalonte orë të tëra në dhomë, ndonjëherë e ulur në cep të krevatit, ndonjëherë e shtrirë duke parë tavanin. Dëgjonte zhurmat e shtëpisë, bisedat telefonike të Elirës, zhurmën e televizorit në sallon, lëvizjet e Mimozës nëpër korridore. Por ajo vet ishte si një fantazmë, e pranishme por e padukshme, ekzistonte por nuk ishte pjesë e asgjëje. Artani vazhdonte të dilte herët dhe të kthehej vonë. Kur arrinte, shkonte direkt në dhomën e së-ëmës, i jepte një puthje të nxituar në ballë dhe e pyeste si ishte. Tefta gjithmonë thoshte se ishte mirë, se nuk kishte nevojë për asgjë.
Artani shikonte përreth, shihte dhomën e pastër, krevatin e rregulluar, dritaren e mbyllur dhe bindej se ema ishte rehat. Elira gjithmonë e priste në salon me një buzëqeshje qetësuese, duke i thënë se zonja Tefta kishte ngrënë siç duhet, se kishte pushuar mjaftueshëm, se gjithçka ishte nën kontroll. Një natë, Artanit ju desh të udhëtonte për punë në Durrës. Do të qëndronte jashtë për 3 ditë. Elira e çoi deri në aeroport, e puthi me përzemërsi dhe i tha se do të kujdesej për gjithçka. Sapo u kthye në shtëpi, diçka ndryshoi në ajër. Ishte sikur një maskë të kishte rënë përfundimisht. Atë natë të parë pa Artanin, Elira as që e pyeti nëse Tefta kishte nevojë për diçka. Hëngri darkë vetëm në dhomën e ngrënies, pa televizor, foli në telefon me shoqet dhe shkoi të flinte. Tefta mbeti në dhomë, e uritur, e etur, por pa guximin të dilte. Kishte frikë se mos e bezdiste, frikë se mos provokonte një skenë, frikë se mos bëhej një barë edhe më e madhe. Të nesërmen në mëngjes, Mimoza arriti më herët se zakonisht. Kishte një parandjenje të keqe, një shqetësim që nuk e kishte lënë të flinte mirë. Shkoi direkt në dhomën e zonjës Tefta dhe e gjeti të shtrirë, të zbeth, duke marrë frymë me vështirësi. Mimoza ndjeu panikun t'i ngjitej në fy. Vrapoi në kuzhinë, përgatiti një çaj me sheqer dhe ja çoi bashkë me disa biskota. Tefta arriti të hante pak, por ishte shumë e dobët. Mimoza e ndihmoi të ulej, i rregulloi jastëkët, hapi dritaren që të hynte pak ajër. Elira u shfaq në derën e dhomës me atë vështrimin e ftohtë dhe llogaritës. Tha se Mimoza po e egzageronte, se zonja Tefta ishte thjesht pak e lodhur, se ishte normale për moshën e saj. Por Mimoza, për herë të parë, mblodhi guximin dhe tha se mendonte se duhej të thërrisnin një mjek. Elira qeshi, një e qeshur e thatë dhe pa humor, dhe tha se nuk ishte e nevojshme, se ajo e njihte vjerën më mirë se kushdo tjetër. Por Mimoza nuk heshti këtë herë. Tha se zonja Tefta po dobësohej shumë, se nuk po hante siç duhet, se kishte nevojë për ndihmë. Elira ndryshoi tonin. Zëri ju bëi ashpër, autoritar. Tha se Mimoza po i kalonte kufit, se ishte shërbyese dhe jo mjeke, dhe se nëse vazhdonte të futej aty ku nuk i takonte, do ta humbiste punën. Mimoza ndjeu këmbët t'i dridheshin, por nuk u dorëzua. E shikoi drejtë në sy Elirën dhe tha se ndoshta ishte më mirë t'i telefononin Artanit, ta njoftonin se ema nuk ishte mirë. Elira bëri një hap përpara, fytyra e tendosur nga zemërimi i përmbajtur. Por para se të thoshte diçka, Tefta, me një zë të dobët por të prerë, u kërkoi të ndalonin. Tha se nuk donte sherr, se gjithçka ishte në rregull, se ishte thjesht lodhje. Mimoza doli nga dhoma me zemër të thyrë. E dinte se zonja Tefta po i mbronte të gjithë përveç vetes. E dinte se ajo kishte frikë të shkaktonte probleme, frikë se mos e përzinin, frikë se mos e humbiste të birin. Dhe kjo frikë po e vriste pak nga pak. Atë pas dite, Elira doli për një takim dhe la urdhra të prerë që Mimoza të mos i shërbente asgjë tjetër veç ujit Teftës. Tha se ishte agjërim për disa analiza që do të bënin kur të kthehej Artani. Mimoza bëri sikur ra dakord, por sapo Elira doli, vrapoi në dhomë me një pjatë oriz, fasule dhe pul. Tefta hëngri me lot në sy, duke falendëruar me zë të ulët mes çdo kafshate. Mimoza i kapi duart dhe i tha se kjo nuk mund të vazhdonte, se ajo meritonte të trajtohej me dinjitet, se duhej të reagonte. Por Tefta vetëm tundi kokën. Tha se gjithë jetën kishte qenë kështu, se gjithmonë i ishte dashur të tkurej, se nuk dinte të ishte ndryshe. Tha se kishte frikë se mos humbiste dashurinë e të birit, frikë se mos bëhej barë, frikë se mos vdiste vetëm dhe e braktisur. Mimoza ndjeu një dhimbje të thellë kur dëgjoi ato fjalë. Njohu në to historinë e saj, historinë e kaq shumë grave që e kaluan jetën duke shërbyer, duke u anuluar, duke u zhdukur që të tjerët të mund të shkëlqenin. Por gjithashtu ndjeu se duhej të bënte diçka, se nuk mund të qëndronte duar kryq duke parë zonjën Tefta të shuej. Kur Elira u kthye atë natë, Mimoza tashmë kishte ikur. Hyri në dhomën e Teftës dhe pa tabakan bosh mbi komodin. Fytyra ju shtrembërua nga zemërimi. E kapi tabakan me forcë dhe doli duke përplasur derën. Tefta u mblodh kruspull në krevat, duke e ditur se pasojat ishin rrugës. Të nesërmen në mëngjes, Elira e thiri Mimozën në salon dhe i tha, me një zë të akull, se ishte e pushuar nga puna. Se nuk ndiqte urdhrat, se futej aty ku nuk i takonte, se po shkaktonte probleme. Mimoza ndjeu tokën t'i rrëshiste nën këmbë.
U përpoq të argumentonte, kërkoi një shans të dytë, por Elira ishte e palëkundur. Tha se do t'ia paguante muajin dhe se mund të largohej menjëherë. Mimoza, me sy të mbushur me lodh, shkoi në dhomën e teftës për t'u përshëndetur. E gjeti zonjën të ulur në cep të krevatit duke parë në boshllë. I kapi duart dhe i tha se i vinte shumë keq, se do të donte të kishte bërë më shumë. Tefta e falenderoi për gjithçka, për mirësinë, për guximin, për kujdesin. I tha se Mimoza ishte një engjëll që Zoti ja kishte dërguar në rrugën e saj, edhe pse për pak kohë. Para se të dilte, Mimoza bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Mori një letër dhe një stilolaps, shkroi numrin e celularit të Artanit që ishte i shënuar në frigorifer dhe ia dha teftës. I tha me zë të ulët se nëse ndodhte diçka, nëse ndihej shumë keq, t'i telefononte të birit. Të mos kishte frikë të kërkonte ndihmë. Tefta e futi letrën në një jastëk dhe i bëri një shenjë lamtumire të heshtur. Elira punsoi një shërbyese të re të nesërmen. Një grua më e re, e heshtur, që nuk bënte pyetje dhe zbatonte urdhrat pa kundërshtuar. Rutina u kthye në atë që Elira e konsideronte normale. Dhe Tefta vazhdoi të dobësoj, të ligështoj, të zhdukej brenda asaj shtëpie luksoze me pamje nga liçeni. Artani u kthye nga durrësi me kokën. Plot shifra dhe strategji. Udhëtimi kishte qenë produktiv, kishte arritur të mbyllte një kontratë të rëndësishme dhe karriera e tij ishte në ngjitje. Arriti në shtëpi vonë natën, i lodhur por i kënaqur. Elira e priti me një puthje dhe një darkë speciale. I tha se gjithçka kishte qenë e qetë gjatë mungesës së tij, se zonja Tefta ishte mirë, duke pushuar në dhomë. Të nesërmen në mëngjes, para se të dilte për në punë, Artani shkoi në dhomën e SM-s. Trokiti lehtë në derë dhe hyri. Ajo që pa e bëri të ndalonte në mes të rrugës. Tefta ishte e shtrirë, fytyra aq e zbeth sa dukej transparente, sytë të futur thellë, duart i dridheshin mbi çarçaf. Dukej sikur ishte plakur 10 vjet në vetëm 3 ditë. Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. U ul në cep të krevatit dhe i kapi dorën SM-s. Ishte e akull. E pyeti nëse ishte mirë, nëse ndihej keq. Tefta sforcoi një buzëqeshje të dobët dhe tha se ishte thjesht pak e lodhur, se do të përmirësohej. Por Artani nuk mundi ta injoronte atë vështrim të zbrazët, atë brishtësi ekstreme. Premtoi se do t'i telefononte nga puna për të pyetur si ishte dhe doli nga dhoma me një ndjesi të çuditshme në stomak. Gjatë ditës, Artani nuk arriti të përqendrohej siç duhet. Ai imazh i SM-s aq të brisht, aq të shuar, nuk i hiqej nga mendja. Telefonoi në shtëpi në orën e drekës. Elira u përgjigj me zërin e saj të qetë dhe të kontrolluar, tha se zonja Tefta kishte ngrënë një supë, se po pushonte, se nuk kishte nevojë të shqetësohej. Por Artani vazhdoi të ishte i shqetësuar. Në fund të pasdites, vendosi të dilte më herët nga puna. Arriti në shtëpi rreth orës 6, një orar i pazakontë për të. Elira u habit, por e fsheu mirë. Artani shkoi direkt në dhomën e SM-s. E gjeti të ulur në koltukun pranë dritares, duke parë jashtë me një shprehje të largët. Vuri re se ishte edhe më e dobët, se rrobat i rinin të varura në tru. U ul pranë saj dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, e shikoi vërtet të ëmën. Jo me nxitim, jo me kokën diku tjetër, por me të vërtetë. Dhe ajo që pa e tmerroi thellësisht. Ajo nuk ishte e njëjta grua që kishte ardhur të jetonte me të para pak muajsh. Ajo ishte një version i shuar, i konsumuar, i mposhtur. E pyeti kur kishte qenë hera e fundit që kishte dalë nga dhoma, kur kishte marrë diell, kur kishte folur me dikë. Tefta nuk diti t'i përgjigjej. Ditët ishin bërë të gjitha njësoj, një sekuencë e pafund orësh të zbrazta. Artani ndjeu fajin t'i shtrëngonte gjoksin. E kishte sjell të ëmën për t'u kujdesur për të, por në të vërtetë e kishte braktisur në një dhomë të bukur por të vetmuar. Atë natë, gjatë darkës, Artani e pyeti Elirën për rutinën e SM-s. Donte të dinte çfarë hante, si e kalonte ditën, nëse merrte vizita. Elira u përgjigj me një durim të stërvitur, tha se zonja Tefta preferonte të qëndronte në dhomë, se ishte shumë e turpshme për të ndërvepruar, se hante pak sepse nuk kishte oreks. Gjithçka e thënë me aq bindje sa që Artani gati e besoi. Por diçka brenda tij po fillonte të zgjohej. Një zë i vogël por këmbëngulës që i thoshte se diçka nuk shkonte. Vendosi që të nesërmen do ta çonte të ëmën te mjeku, do t'i bënte analiza, do të zbulonte se çfarë po ndodhte.
Të nesërmen në mëngjes, Artani njoftoi në punë se do të arrinte më vonë. Hyri në dhomën e SM-s i vendosur ta çonte në spital. Por kur u përpoq ta ndihmonte të ngrihej, teftës gati i ra të fikët. Këmbët nuk e mbanin, trupi i dridhej i tëri. Artani ndjeu panikun ta pushtonte. Thiri Elirën, i kërkoi ndihmë, por ajo ruajti qetësinë e saj të akull, tha se ishte thjesht dobësi, se do t'i kalonte. Por Artani nuk e pranoi. Mori telefonin dhe thiri një ambulancë. Elira u përpoq ta binte të hiqte dorë, tha se po e egzageronte, se do të shpenzonte para kohë. Por Artani nuk po dëgjonte më. E mbajti të ëmën në krah, ndjeu sa e lehtë ishte, pothuajse pa peshë, dhe një zemërim i shurdhër filloi të rritej brenda tij. Ambulanca arriti brenda 15 minutash. Paramedikët e ekzaminuan shpejt teftën dhe thanë se duhej të çohej menjëherë në spital. Ishte e dehidratuar, e keq me shenja jetësore shqetësuese. Artani e shoqëroi të ëmën në ambulancë, duke i mbajtur dorën gjatë gjithë rrugës. Elira mbeti pas në këmbë në derën e apartamentit me një shprehje që përziente zemërim dhe shqetësim. Në spital, mjekët i bën një sër analizash. Tefta ushtrua për të marrë serum dhe ushqim të përshtatshëm. Artani qëndroi pranë saj gjatë gjithë kohës, duke vëzhguar ndërsa ajo merrte kujdesin që duhej të kishte marrë në shtëpi. Një nga mjekët e thiri për të biseduar veçmas. Doktori ishte një burr në moshë të mesme, me një vështrim serioz por të butë. Tha se zonja Tefta ishte në gjendje kequshqyrjeje të rëndë, se trupi i saj po kolapsonte nga mungesa e lëndëve ushqyese bazë. E pyeti për ushqimin e saj në shtëpi, për rutinën e saj, për atë që kujdesej për të. Artani u përpoq të përgjigjej, por kuptoi se nuk dinte asgjë. Nuk dinte çfarë hante e ëma, nuk dinte si i kalonte ditët, nuk dinte absolutisht asgjë. Mjeku ishte i drejt për drejt. Tha se ai nivel kequshqyrjeje nuk ndodhte brenda natës. Ishte rezultat i javëve, ndoshta muajve të ushqyerjes së papërshtatshme. E pyeti nëse kishte dikë përgjegjës për kujdesin e saj në shtëpi. Artani ndjeu tokën t'i ikte nën këmbë. Elira. Ishte Elira ajo që ishte në shtëpi, që organizonte vaktet, që thoshte se gjithçka ishte në rregull. E kaloi natën në spital, ulur pranë SM-s që flinte e lidhur me tela dhe aparate. Mendja i vlonte. Filloi të kujtonte detaje të vogla që i kishte injoruar. Shërbyesja e vjetër, Mimoza, që ishte pushuar nga puna pa pritur. Herët kur e ama dukej se donte të thoshte diçka por heshte. Vështrimet e Elirës, gjithmonë aq të kontrolluara, gjithmonë aq të ftohta kur mendonte se askush nuk po e shite. Të nesërmen në mëngjes, Artani i telefonoi Elirës dhe i tha se duhej të bisedonin. Ajo arriti në spital me rroba të patëmeta dhe një shprehje shqetësimi të kompozuar në mënyrë perfekte. U ul pranë Artanit në sallën e pritjes dhe e pyeti si ishte zonja Tefta. Artani e shikoi për një moment të gjatë para se të fliste. I tha se mjekët kishin diagnostikuar kequshqyrje të rëndë. Se ëma e tij po vdiste urije brenda shtëpisë së tyre. Elira u përpoq të mbrojë, tha se zonja Tefta nuk hante, se refuzonte ushqimin, se ishte e vështirë për t'u menaxhuar. Por Artani nuk e besoi. E njihte të ëmën, e dinte se ajo kurrë nuk do të refuzonte ushqim. Ajo kishte duruar urin gjithë jetën për të siguruar që ai të hante. Elira ndryshoi taktik. Tha se kishte bërë më të mirën që mundte, se ishte e vështirë të kujdeseshe për një person të moshuar, se Artani kurrë nuk ishte në shtëpi për të parë si ishte. Por Artani tani shite. Shite me një qartësi të dhimbshme. Shite se i kishte besuar personit të gabuar, se e kishte braktisur të ëmën në duart e dikujt që e shite si një pengesë. Diskutimi u intensifikua. Artani e pyeti për Mimozën, pse ishte pushuar nga puna. Elira tha se ajo nuk ndiqte urdhrat, se ishte problematike. Artani ndjeu zemërimin të shpërthente. Mimoza ishte pushuar nga puna sepse i interesonte, sepse ishte përpjekur të ndihmonte, sepse kishte parë atë që ai kishte refuzuar të shite. Elira, për herë të parë, humbi toruan. Tha se ishte lodhur duke qenë personazhi negativ, se e kishte pranuar vjerën në shtëpi kur nuk donte, se kishte hequr dorë nga privatësia e saj, nga komoditeti i saj. Tha se zonja Tefta ishte një barë, një prani e bezdishme që nuk përshtatej në jetën e tyre. Fjalët dolën si helm, duke zbuluar më në fund atë që kishte qenë gjithmonë aty, e fshehur në buzëqeshje të sjellshme dhe shqetësime të rreme.
Artani mbeti në heshtje, duke parë gruan me të cilën ishte martuar dhe duke parë një të huaj. I tha, me një zë të ullët por të prerë, se Elira mund të largohej. Se ai do të kujdesej vetë për të ëmën, se nuk kishte më nevojë për të. Elira qeshi, një e qeshur e hidhur, dhe tha se po bënte dramë, se do t'i kalonte shpejt. Por Artani nuk u tërhoq. Tha se kur ëma të dilte nga spitali, do ta çonte në një vend tjetër, larg andej. Dhe se Elira do të duhej të zgjidhte nëse donte të vazhdonte në atë martesë apo jo. Elira u ngrit, fytyra e kuqe nga zemërimi, dhe tha se do të pendohej, se po hidhte poshtë gjithçka që kishin ndërtuar për shkak të një plake. Artani e shikoi dhe i tha se ajo plak ishte i vetmi person që e kishte dashur pa kushte gjithë jetën. Elira doli duke përplasur derën. Artani u kthye në dhomën ku pushonte ëma. U ul pranë saj, i kapi dorën, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, qau. Qau nga faji, nga zemërimi, nga turpi. Qau sepse i kishte dështuar të vetmit person që kur nuk i kishte dështuar atij. Tefta hapi syt nga dalë dhe pa të birin duke qarë. Me forcën e pakt që kishte, i ashtrëngoi dorën. Artani e shikoi dhe i kërkoi falje. I kërkoi falje që nuk kishte parë, që nuk e kishte mbrojtur, që e kishte lënë të vuante. Tefta, me lot që i rridhnin në përfaqe, i tha se nuk kishte nevojë të kërkonte falje, se e kuptonte, se e donte. Artani u betua në atë moment se gjithçka do të ndryshonte. Se kur më nuk do të lejonte që ëma të trajtohej si e padukshme, si një barë, si dikush i hedhur poshtë. Se, që nga ai moment, ajo do të ishte prioritet, jo një marrëveshje e leverdishme. Tefta qëndroi e shtruar në spital për një javë. Çdo ditë, Artani arrinte herët në spital dhe largohej vetëm natën. Mori leje nga puna, shtyu mbledhjet, delegoi përgjegjësi. Për herë të parë pas vitesh, prioriteti i tij nuk ishte karriera, por ëma. Ndiqte çdo vakt, çdo mjekim, çdo vizitë mjekësore. Donte të ishte i sigurt se ajo po kujdesej mirë, se po e merrte veten. Gjatë atyre ditëve, Artani pati shumë kohë për të menduar. Mendoi se si ishte humbur në kërkim të suksesit, se si ishte larguar nga rënjët e tij. Kujtoi fëmijërinë, darkat e thjeshta në tavolinën e vogël të shtëpisë në kombinat, të ëmën që arrinte e lodhur por gjithmonë me një buzëqeshje për të. Kujtoi se si kishte premtuar vetes se një ditë do t'i jepte një jetë më të mirë, por kishte harruar se jeta më e mirë nuk ishte vetëm një apartament luksos me pamje nga liçeni. Ishte kujdes, vëmendje, prani. Elira nuk u kthye në spital. Dërgoi disa mesazhe të ftohta duke pyetur për daljen e zonjës Tefta, por Artani ju përgjigj me të njëjtën ftohtësi. Distanca mes tyre rritej çdo ditë dhe Artani kuptoi se ndoshta kur nuk kishin qenë aq afër sa kishte imagjinuar ai. Elira donte imazhin e suksesit që ai përfaqësonte, jetën që mund të kishin bashkë. Por dashuri të vërtetë, atë që duron pa përsosmëritë dhe sakrificat, ajo kur nuk e kishte ofruar. Në ditën e 5 të shtrimit, Artani mori një telefonat të papritur. Ishte Mimoza. Ajo kishte telefonuar në apartament duke u përpjekur të fliste me zonjën Tefta dhe shërbyesja e re i kishte treguar për shtrimin në spital. Mimoza ishte e dëshpëruar, donte të dinte nëse zonja Tefta ishte mirë. Artani i kërkoi të vinte në spital. Kur Mimoza arriti, hyri në dhomë me sytë tashmë të përlotur. Të shite zonjën Tefta të lidhur me aparate, aq të brish dhe të zbeth, ja theu zemrën. U ul pranë krevatit, i kapi dorën dhe qau. Edhe Tefta qau dhe mes lotësh e falenderoi Mimozën që ishte përpjekur ta ndihmonte, që kishte qenë e vetmja që e kishte parë se çfarë po ndodhte. Artani bisedoi gjatë me Mimozën. Ajo i tregoi gjithçka. I tregoi për vaktet minimale, për mënyrën se si Elira kontrollonte çdo aspekt të jetës së zonjës Tefta, për mënyrën se si ishte pushuar nga puna sepse ishte përpjekur të ndihmonte. I tregoi për frikën që kishte zonja Tefta se mos ishte barë, se mos e braktisnin. Artani dëgjoi çdo fjalë me zemër të thyer, duke ndjer fajin të rritej me çdo zbulim. I kërkoi falje Mimozës që nuk kishte parë, që nuk e kishte besuar kur ajo ishte përpjekur të ndihmonte. I ofroi t'ia paguante muajt që kishte mbetur pa punë, por Mimoza refuzoi. Tha se nuk e kishte bërë për para, por sepse shitet e zonja Tefta nënën e saj, historinë e saj. Tha se gratë si ato, që e kaluan jetën duke shërbyer, meritonin të kujdeseshin me dinjitet. Artani i premtoi Mimozës se gjërat do të ndryshonin.
dhe i tha se do të donte ta punsonte përsëri, jo si shërbyese të Elirës, por si kujdestare të SM-s. Dikush që do të ishte aty për afeksion, për respekt, për kujdes të sinqertë. Mimoza pranoi me lot në sy. Në ditën e 7, Tefta doli nga spitali. Mjekët thanë se ishte përgjigjur mirë trajtimit, por se do të kishte nevojë për ndjekje të vazhdueshme, ushqim të përshtatshëm dhe shumë dashuri. Artani tashmë e kishte planifikuar gjithçka. Nuk do të kthehej në apartamentin pranë liçenit. Kishte marrë me qira një shtëpi të vogël dhe komode në Kodrën e Diellit, një lagje e qetë dhe e gjelbëruar e Tiranës, me rrugë me pemë dhe pamje nga mali i Dajtit. Shtëpia ishte e thjeshtë por plot dritë. Kishte një verandë ku mund të uleshe dhe të shije perëndimin e diellit, një kopsht të vogël me lule, dhoma të ajrosura dhe një kuzhinë të madhe. Ishte e kundërta e apartamentit luksoz dhe të ftohtë ku Tefta ishte shuar. Ishte një vend që dukej se të mirëpriste, jo të përjashtonte. Artani e ndihmoi të ëmën të sistemohej në dhomën kryesore, më të mirën e shtëpisë. Vuri fotografi të vjetra në mure, solli objekte që kishin kuptim për të. Donte që ajo hapësirë të ishte e saja me të vërtetë, jo thjesht një dhomë e lënë në dispozicion. Mimoza organizoi kuzhinën dhe përgatiti një drekë speciale me oriz të shkrifët, fasule të gatuara mirë, pulë të pjekur dhe një sallatë të freskët. Era e ushqimit të shtëpisë mbushi shtëpinë dhe Tefta ndjeu për herë të parë pas muajsh një ndjenjë përkatësie. Gjatë drekës, të tre u ulën bashkë në tavolinë. Artani i shërbeu SM-s me dashuri, duke u siguruar që ajo të hante ngadalë, pa nxitim. Tefta shijoi çdo kafshatë, duke ndjer jo vetëm shijen e ushqimit, por edhe shijen e të qenit e kujdesur me dashuri. Mimoza tregoi histori qesharake të fëmijëve të saj dhe për herë të parë pas shumë kohësh dëgjuan Teftën të qeshte. Një e qeshur e ulët, e ndrojtur, por e sinqertë. Ditët që pasuan ishin ditë rindërtimi. Artani riorganizoi jetën e tij. Kërkoi transferim në një pozicion që kërkonte më pak udhëtime, më pak orë shtesë. I dha përparësi të qenit në shtëpi, të darkonte me të ëmën, të dëgjonte historitë e saj, ta shoqëronte në vizitat mjekësore. Zbuloi se gruaja që kishte kaluar jetën duke u kujdesur për të kishte shumë për të thënë, shumë kujtime, shumë mençuri të ruajtur në heshtje. Elira, nga ana e saj, nuk e pranoi mirë ndarjen. U përpoq ta binte Artanin të kthehej, tha se kishin qenë vetëm keq kuptime, se mund të rifillonin. Por Artani ishte i vendosur. Tha se nuk kishte si të rifillonte diçka që kur nuk kishte pasur një bazë të vërtetë. Filloi procesin e divorcit dhe, me të, detyrën e dhimbshme të rindërtimit të jetës së tij. Mimoza u bë pjesë thelbësore e rutinës së shtëpisë. Nuk ishte më thjesht një punonjëse, ishte pjesë e familjes. Gatuante me dashuri, bisedonte me orë të tëra me zonjën Tefta, sillte fëmijët e saj për t'i vizituar në fundjavë. Shtëpia në Kodrën e Diellit u mbush me jetë, me të qeshura, me lëvizje. Ishte gjithçka që apartamenti pranë liçenit nuk kishte qenë kurrë. Pak nga pak, Tefta filloi të shtonte në peshë, të rifitonte forcat, të buzëqeshte përsëri. Shëtitjet filluan të shkurtra, vetëm deri te porta. Pastaj deri te lulishtja në fund të rrugës. Pastaj deri te pazari të shtunave, ku ajo zgjidhte frutat dhe bisedonte me shitësit. Çdo hap ishte një fitore, një ripushtim i vetvetes. Një pasdite, Artani e çoi të ëmën për një shëtitje. U ulën në një stol, duke parë përreth. Tefta tha me zë të ulët se kur nuk e kishte imagjinuar se mund të ishte përsëri e lumtur, se mendonte se ditët e saj do të ishin vetëm dhimbje dhe vetmi deri në fund. Artani i kapi dorën dhe i tha se ajo meritonte të ishte e lumtur, se meritonte të shihej, se meritonte të zinte hapësirë në bollë. Tefta e shikoi të birin me lot në sy dhe i tha se ai i kishte dhënë jo vetëm një shtëpi të re, por një jetë të re. Një jetë ku ajo nuk kishte nevojë të kërkonte falje që ekzistonte, ku zëri i saj kishte rëndësi, ku lodhja e saj respektohej dhe uria e saj shuhej. Artani u përgjigj se ajo ishte ajo që i kishte dhënë një jetë të re, duke i mësuar se çfarë kishte vërtet rëndësi. Muajt kaluan dhe transformimi ishte i plodh. Tefta nuk ishte më gruaja e shuar dhe e padukshme e apartamentit luksoz. Ishte një zonjë që qeshte me zë të lartë, që gatuante bashkë me Mimozën, që i jepte këshilla të birit, që kujdesej për lulet në kopsht. Ishte kthyer të zinte vendin e saj në botë, jo si një hije, por si dikush që kishte rëndësi. Artani mësoi leksione që asnjë fakultet apo kompani nuk mund t'ia mësonte. Mësoi se suksesi i paprani është i zbrazët.
Se dashuria e vërtet nuk tregohet me apartamente të shtrenjta, por me kohë, vëmendje dhe kujdes. Se familja nuk është kush ndan të njëjtën çati, por kush e ndan jetën me të vërtetë. Elira vazhdoi jetën e saj duke gjetur dikë që përshtatej më mirë në botën e saj të aparencave. Artani nuk mbajti mëri. Kuptoi se çdo person ka betejat e veta, plagët e veta. Por gjithashtu kuptoi se nuk ishte përgjegjës për të mbajtur peshën e të tjerëve kur kjo nënkuptonte braktisjen e atij që kishte vërtet nevojë për të. Një natë, ulur në verandë nën qiellin me yje, Tefta i tha të birit se ndihej në paqe. Se edhe me gjithçka që kishte kaluar, ajo vuajtje kishte shërbyer për të treguar se çfarë kishte vërtet rëndësi. Artani ra dakord. Tha se ndonjëherë jeta duhet të na thyejë që të mund të rindërtohemi në një mënyrë më të vërtetë. Dhe aty, në atë shtëpi të thjeshtë në kodrën e diellit, të rrethuar nga afeksion i sinqert, Tefta dhe Artani gjetën atë që shumë e kalojnë gjithë jetën duke e kërkuar. Gjetën përkatësinë. Gjetën paqen. Gjetën sigurinë se, në fund të fundit, ajo që e mban një jetë nuk është luksi apo statusi, por siguria se jemi të parë, të dëgjuar dhe të dashur pikërisht ashtu siç jemi. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e zonjës Tefta dhe Artanit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me këtë rrëfim për rifillimet, për rëndësinë e të parit të atyre që kemi pranë dhe për forcën e dashurisë së vërtet, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë për jetët dhe marrëdhëniet tona. Ju presim në episodin e